ti bie shkurt fare, mos ta zgjas, e kupton? Në nominim kemi Mateo dhe Stenaldo, në këtë lloj dyshe. Të dy çunat i dua shumë, i pëlqej për atë që janë, njëri është i duruar, tjetri është i artikuluar, i zgjuar. Okej, Mateo është i duruari, ky tjetri është artikuluar, i zgjuar, e gjithëm të thash, me shkollë, me universitete, me çfarë di unë, me shumë gjëra të mira, të bukura, informacione për jetën, por ka pas raste që dhe Mateo ka humbur durimin dhe Stenaldo ka humbur logjikën, patjetër që po, duhet merret pak parasysh në një farë mënyre, sepse presioni lojës aty është i rënd. Këtë ja thot dikush që e ka kaluar dhe e di shumë bukur se si është izolimi, është shumë i shpifur, sidomos akoma më keq kur ti do të jetosh, do të ndash ambientin me njerëz që ndoshta nuk i duron dot dash as kur frymojnë. Dua ta marri Stenaldo, dua ta kaloj Stenaldo këtë nominim për faktin sepse kam vënë re tek ai mund të mësosh shumë gjëra, është njëri i zgjuar, njëri i artikuluar, njëri me eksperiencë jete, nuk është eksperjenca jetës, nuk është vetëm seksi, eksperjenca janë sakrificat që ti kalon, baticat, zbaticat që ket në jetë, uljet, ngritjet, malore, dishez, ku di unë, gjitha llojet e peripecit e jetës, dhe ai me çka kemi parë është një ndër ata që çdo kush mund gjej forcë. Forca më e madhe, mesazhi më i madh që ky Stenaldo ka plus nga ato, ashtu siç Mateo për shembull kundrejt Stenaldos ka plus vetëm lidhjen e brikenës për shembull, ndërsa Stenaldo ka plus pjesën e inteligjencës, vlla, është i zgjuar, është i artikuluar. Patjetër dhe Mateo nuk ngelet pas, por në një farë mënyre ka më shumë bot, ka më shumë fjalor, më duket ndonjëherë Stenaldo se sa Mateo, por të dy janë njerëz shumë të mirë, patjetër. Nëse do të kisha Mateo me ndonjë nga çdo lloj banori atje brenda, do thosha patjetër që Mateo duhet të shpëtojë, por të dy dua të shpëtojnë, dhe pse të dy e di shumë bukur që e kanë biletën e kthimit, por do doja për mesazhin që ky Stenaldo është duke dhënë, është duke sjell në Big Brother, që sado për shembull Stenaldo është i verbër, apo çdo kush që mund të jetë si Stenaldo, patjetër që nuk e pengon asgjë në botë të vazhdojë ëndrat e tij dhe të ecë përpara dhe të realizojë ato. Kështu që për këtë pjesë, për mesazhin e bukur, për njeriu e zgjuar, për artikulimin që ka, edhe për argumentet që ai ka sjell aty dhe për shumë situata që ka ditur shumë bukur ti përballoj, pa u viktimizuar, pa përdorur pjesën që nuk shikon, pjesën e shikimit, nuk e ka përdorur asnjëherë dhe për këtë është për duar trokitur. Për këtë arsye unë dua që ta kaloj Stenaldo këtë lloj nominimi. Është hera e parë që bëj këtë lloj pjese, këtë lloj kronologjie. Janë edhe një herë theksoj, janë dy çuna që i dua fort në atë lojë, por nëse në këta të dy do të zgjidhja shumë herë më bukur, do të zgjidhja Stenaldon për ta kaluar këtë televotim. Edhe pse jam i bindur që asnjëri as tjetri nuk del të martën.